Mirë, jemi sërish të së bashku, këtë herë më bashkoj kolegu Artan Hoxha, mirë se erdhe tanë, faleminderit. Mirë se gjitha. Pe listën me 16 kandidat për deputet në prokurori kryesisht me çështje të cilat kolegu Rustam shpjegoi që nuk është të t'i pengoje, nuk ka çështje të cilat janë penale, këtu flasim për morale. Nga ana tjetër nisur edhe nga ajo se çfarë akuzash ka publike. Jemi në kushtet kur vërtet ne duhet shohim me lupë përveç këtyre 16 edhe forcat e mëdha sa ndikon bota e krimit, si e shikon? Shikom, ne kemi diskutuar edhe në javët e kaluara këtë problem. Pra cili është problemi që është evidentuar. Së pari, ne pam një marrëveshje, që e kam thënë që i fillim që nuk e kuptova pse duhet një marrëveshje me SPAK-ut dhe këtyre institucioneve të tjera, sepse ligji i detyron ato të bashkëpunojnë, s'ka nevojë për marrëveshje, thjesht zbatohet ligji. Dhe së dyti, nëse bëhet kjo fasada e marrëveshjes, atëherë duhet ketë një rezultat konkret. Dhe ajo që i kërkuam në prokurisë posaçme, në rastin konkret me qenë se ajo u fut në lojë, edhe pse në fakt aty duhet jetë prokuria e përgjithshme, pra ligji ja delegon asaj këtë të drejtë, pra kërkuam së pari që të paranalonte sa të ishte mundur përfshirje në lista të personazheve të cilët kanë një të kaluar problematike. Dhe në momentin që dolën listat, pra u publikuan listat, ne kemi diskutuar që efekti i cili pritej të jepte prezenca e prokurisë posaçme në këtë histori nuk ishte ai që duhej. Pse? Sepse pam që në të dyja listat e partive të mëdha kishte persona, do ta kam thënë këtu, kishte persona, te mazhoranca kishte deputet dhe ministra të cilët janë subjekti hetimeve që SPAK-u ka në dorë, të cilët jo vetëm janë në listë, por janë dhe të lista e sigurt, pra që do të jenë deputet në Kuvendin e Ri. Janë de facto që ka tani janë në listën e sigurt, pra janë deputet në Kuvendin e Ardhshëm, së pari, së dyti, dhe të njëjta gjë, pra kishte momente që elementet të tillë sigurisht më pak, por që kishte edhe tek opozita. Dhe efekti i SPAK-ut nuk është se u ndije shumë në formimin e listave. Pra, ne menduam që do të kishte një efekt shumë të madh se kjo që pati. Sepse menduam që te filtrimi të radhë të dyja forcat politike të mëdha do të kujdeseshin që të mos kishin probleme në të ardhmen me listën e tyre. Ndërkohë, KQZ-ja, si një institucion i cili ka detyrë ngarkuar me ligj, që duhet bëj filtrimin e kandidatëve, në këtë moment, sepse mbase gjejnë në tutin, nuk e din, po deri në këtë moment ka paraqitur një listë, ja ka çuar prokurorisë për një verifikim atij komisionit posaçëm që ka prokuroria, me 16 emra kandidatësh. Dhe çuditërisht, të 16 emrat e kandidatëve, të cilët janë çuar në prokurori, janë kandidatë të partive të vogla, pra as LSI-ja nuk është përfshirë aty. Vetëm parti parlamentare aktualisht që është përfshirë në këtë histori është Partia Social-Demokrate e Tomdoshit dhe të gjitha, pra as Partia e Lirisë nuk është aty. PD, PS dhe Partia e Lirisë nuk janë në këtë listë që ka çuar KQZ-ja. Pra kemi 4 kandidatë janë të listës Shqipëria bëhet, po ashtu është një kandidat ishte një kandidat i listës Djathas për zhvillim, një kandidat tjetër i koalicionit Euroatlantik të mos gaboj Luzim Bashës, pastaj është Partia Lëvizja Bashk, Partia Mundësia, Partia Aleanca Demokratike dhe Aleanca Kombëtare Shqiptare. Pra duket një qëmtim shumë i holl me lup për të shkuar poshtë nga bishti dhe mos ngjitur lart. Pra problematikën në këtë vend nuk e përbëjnë kandidatët e këtyre partive të vogla, të cilat edhe nëse ato duan të bëjnë diçka, pra të fusin të përhajsojnë me një numër të madh kandidatësh, kandidatët që ka përzgjedhur që shofun pak në, kandidatët që ka përzgjedhur KQZ dhe ka çuar prokurorisë, nuk duken kandidat fitues që mund të jenë pjesë e parlamentit të ardhshëm. Ndërkohë, sapo thash që problemi janë ata që janë futur në listat e mbyllura të partive të mëdha, sepse ata janë automatikisht që në këtë moment deputet. Ata thjesht presin notarizimin, sepse kryetarët e partive, duke i futur në listën e mbyllur, i kanë emëruar deputet. Ata thjesht presin të marrin atë certifikatën nga KQZ-ja dhe të futen direkt në Kuvendin e Ri. Tani,
pse KQZ ka gjetur vetëm këta emra. Besoj kolegët tanë që mbulojnë atje, duhet ja bëjnë këtë pyetje. A do të kenë ata në vijim, sepse emrat e këtyre personave janë në listë tashmë, a do të kenë ata një listë të dytë? Kjo mbetet ta shohim. Thash efekti që ne pritëm të kishte pak, pra, a do të ishin listat e reja ose kuvendi i ri i Shqipërisë nën efektin e kontrollit dhe hetimeve të SPAK? Nuk rezultoi pritshmëria që pritëm ne. Kryetarët e partive, me sa duket, e bën një vesh të shurdhër nga informacionet që kanë ardhur nga SPAK-u, ose të paktën të atyre që ata vetë thonë për ditë, dhe kanë bërë atë listë që kanë bërë. Në këto kushte mendoj që kjo listë që është shuar prokurorisë është më tepër një listë më populli shqiptar përdori shprehjem ka çunana me largojën. Dhe KQZ ka thënë ja ne po punojmë, kemi gjetur këta dhe këta kemi çuar. Ndërkohë ne kemi thënë që kemi ministra. S'ka çunë në emër ministri. Qoftë le dilte i pasë, po këta ta çonin. Le të ishte një ministër atje. Le të ishte deputet aktual, ta çonin atje. Dhe pastaj le dilte ai i pasë, për le të çonin prokurorisë. Por në këtë moment që ti e ul kaq poshtë stekën, atëherë automatikisht ti e ke lënë dhe parlamentin e ri, i cili mund të ketë zhvillime nga momenti që nis legjislatura në shtator e në vijim me prokurorinë e posaçme. Kështu që të mos bëj lexim emrash që sot, kam thënë që kjo është një gjë që kemi edhe 50 ditë kohë deri në momentin që do të do të bëhen zgjedhjet, por sa po shoh deri tani duket më tepër një sikur të gjitha institucionet që kanë detyrim ligjor për të qenë aty vigjilante, për të mos lejuar që në kuvendin e ri të hyjnë deputetë të cilët mund të jenë pjesë tash e hetimeve të mëvonshme. Dhe të cënojnë imazhin e kuvendit të Shqipërisë, siç ka ndodhur këto vitet e fundit. Atëherë ato do të kryejnë funksionin e tyre. Funksioni i tyre nuk kryhet thjesht me qenë duke tund derën, se kjo është tund derën. Pra ti nuk e shkuar lart, ti ke shkuar poshtë. Këta poshtë, po ti lësh ti aty këta sfitojnë. Këta nuk fitojnë, këta nuk janë fitues. Asnjë nga këta që pra, ti ke pritshmëri nga organet e drejtësisë që nuk kanë pritshmëri, ata kanë detyrim që të jenë të kujdesshme dhe të jenë vigjilente sepse për atë punë paguhen dhe ta qëmtojnë atë listën sepse derisa ne këmbgulim që ka probleme, në këmbgulim kot. Dhe këto probleme, sado që ti themi ti evidentojmë ne, po su më të realizuan nga KQZ-ja, atëherë cili është rezultati? Rezultati i tyre është fakti që kuvendi i ri do ketë dhe i problematike. Shiko, ka një zhvillim krahasuar me më përpara. Pra, po të shikosh, persona që ka çuar këtë radhë KQZ janë për vepra penale kalimi palishëm kufiri, dobim nga një vend i Bashkimit Evropian, pra janë më tepër vepra të këtij niveli. Ndërkohë, është e vërtetë që ne në 2013, pra në kuvendin e 2013, në 2017, apo dhe në 2021, kemi patur deputet me akuza shumë të rënda se këta që se kemi çuar këtë radhë. Pra me vepra penale shumë të rënda. Por, thash një herë, ajo që është me interes për shikuesit dhe për gjithë shqiptarët që do shkojnë të votojnë në 11 maj, është pikërisht fakti që a janë të pastra dhe të certifikuara mirë dhe të filtruara mirë listat e partive të mëdha, e 3 partive kryesore në vend, të cilat janë partit që do përbëjnë ose do formojnë kuvendin e ardhshëm dhe në bazë të atij informacioni që ata çojnë kuvend, do formatohet dhe qeveria e ardhshme. Pra këta janë vendimarrësit. Ty dhe po të shkojnë po të shpëtojnë në një anë këta poshtë, se të prish shumë punë. Problemi është janë në të lartë. Dhe deri tani ne nuk po shohim që të jetë arritur atje lart. Pra në qoftë se paraardhësi që, domethënë, kolegu që ishte këtu përpara që tha që është ndikuar në listën e Durrësit apo të Elbasanit, pra që të shpëtojmë këtyre gjërave, ata që janë atje do të merren me detaje se kush janë, çfarë përfaqësojnë, si është CV-ja e tyre, duhet të interesohen, a ka procedime për ta, a ka hetime për ta, dhe ky është besoj edhe ndihmesa që do të jepte prokuroria e posaçme në rastin konkret. Besoj që prokuroria e posaçme ka për detyrë të çojë partive politike informacion, se është detyrë e saj. Ajo e çon KQZ-s në momentin që KQZ-ja e kërkon. Ky është edhe vepron në rastin kur ajo konstaton që për X kandidat për deputet, ajo ka një çështje në hetim dhe ky person del implikuar në histori. Domthonjë ligji këtë parashikon për prokurorinë e posaçme.
Ndërkohë, ne kemi më shumë se 2-3 javë që themi që, shiko, ne presim që të shohim që s'pak me këtë strukturën të ketë ndonjë rezultat. A keni informacion, do dalin, do kenë ndonjë komunikim, si funksionon, mënyrën si bëhet fushata, nuk po them vetëm për kandidatët, sepse ata janë edhe për krimin zgjedhor, janë aty për të parë, po të shikosh në për rrugët e Tiranës, ka edhe një numër në për këto stacionet autobuse që denoncojnë qytetarët e të tjerë. Pra, nga ana infrastrukturale dhe nga mënyra se si këta do i kanë deleguar dhe prokurorët, ne i mësuam këto, po nga ana kohore, a duhet dhe si funksionon SPAK, a duhet të veprojë dhe ku duhet të përqendrohet, përveç asaj që ju thatë, që i kishte të bënte me kandidatët që është shumë e rëndësishme. Ore, institucionet, parat, mënyra se si bëhet fushata, administrata po vihet në dispozicion e të tjerë, apo ofrohen para, qoftë edhe nga opozita, se nuk është çështje vetëm e mazhorancës, kjo është në përgjithësi dhe ne nuk presim që të godas vetëm nga mazhoranca, pavarësisht se ajo ka të gjitha asetet në dispozicion, po s'përjashtohet edhe pala tjetër, ose palet e tjera. Shiko, kjo pjesa, kjo mendoj që u bën në momentin kur ajo u hodh në publik, pati një mbulim të mirë mediatik. Pra, struktura posaçme kujdes që nëpërmjet ata dashamirësve, po i quajnë thonë se që ai ka në media, të shpaloste një strategji e cila dukej si me harta, me të ndarë, me qarqe, me dukej si një plan masash në ato që zakonisht hartojnë shtatë madhoritë e vendeve të mëdha, për sulm ose për mbrojtje, në rast të një agresion. Kështu duke e çuar me emra, me qarqe, me shpërndar. Në fakt, efekti që ne po shohim deri tani është ende nuk po them zero, por është i padukshëm. Pra, ne duam efekt para datës zgjedhjeve, në mënyrë që të mos lejojmë që votuesit ta çojnë votën e tyre në drejtimin e gabuar. Pra, sepse në tha që do ketë efekt parandalues. Ndërkohë ne e dim që efekt parandalues nuk e kanë këta, po me që na e thanë vetë, na thanë që do kenë efekt parandalues, atëherë po presim që efektin parandalues dhe ata që i dhanë zë kësaj strategjie, se kanë eshtur, s'flasin as ata, ne nuk po shohim një efekt konkret. Cili është efekti deri? Ana tjetër, ne po shohim që administrata po bën të njëjtën gjë që ka bërë gjithmonë. As e vërtetme, po të shkosh sot në zyrat e shtetit, të gjithë janë në fushat. S'ka. Kryeministri bën ashiqare, se mos atë që po bën me Bashkinë e Tiranës, në mungesë të kryetarit bashkisë, që është zgjedhur nga qytetarët e Tiranës, ai ka marrë aty atributet shumë më tepër edhe se të një kryetari bashkie, sepse ka zgjedhësuar fare Këshillin Bashkiak. Dhe gjithë administrata është në funksion të fushatës zgjedhore. Pra, çfarë ka makineria shtetërore, që është makineria më e madhe në këtë vend, e cila çuditërisht, ndërsa ne digitalizojmë administratën, pra e bëjmë online, ana tjetër kemi trefishuar administratën fizike që kemi në zyrat e shtetit. Pra, aktualisht në këtë moment, administrata publike është në fushat. Kush e mohon këtë gjë, ose e bën qëllimisht, ose nuk e sheh se çfarë po ndodh në terren. Pra, administrata është lëshuar e gjitha, brenda dhe jashtë vendit. Në diasporë edhe deri në skutat nga Vermoshi edhe deri në Konispol. Pra, janë lëshuar për të mbledhur çdo vot në çdo cep të vendit, duke përdorur të gjitha benefitet që të ofron administrata publike. Pra, ai që është në administrat nuk të premton, ai të ofron direkt. Të premton ai që është në opozitë, sepse atij duhet së pari të vinë në pushtet dhe pastaj të mbajë premtimin që ka dhënë. Ndërkohë që ai që është në pushtet e ka fare kollaj. Madje dëgjova një deklaratë Ramës dje, ç'është kjo tha, na bllokojnë tha prokurime tha 4 muaj para zgjedhjeve. Pse? Ç'është kjo tha? Po ç'është kjo? Pse bëjmë zgjedhje? Ne bëj ti, zgjidhet i vet këdo se ti ke zgjedhur tani, edhe nuk të ndalojmë, ne bëj çfarë dush. Pra kishte shqetësim pse s'bën dot prokurime. Dhe ta thash herën e parë, shkon në Vlorë, flet për turizëm, edhe kishte mbuluar edhe tymi, përveç atyre që thashu që bllokuar tuneli, bllokuar ajo bypassi i Vlorës, edhe shpartalluar ajo pjesa e radhimës, e kishte futur atë tymi nga sipër ai tani, se nuk mjafton kjo vala afrikane që na sjell rreth në shkretira. Se duket është çështje incenerimi ajo. Nuk është çështje incenerimi, është çështje konceptimi. Pra, ai thot bëni si them unë, mos bëni si bëj unë. Dhe në këtë moment, ajo që i kërkohet të institucioneve, vim të pyetje që bëre ti, është të mbajnë në monitorim mazhorancën. Nuk ka nevojë të mbash opozitën, se s'ke çati mbash opozitës. Çati ti monitorosh ose? Opozita është kryetari i opozitës detyrim paraqitje. Ai tjetri
që ka në tjerë është në burg. Ai tjetri është pret dënimin në një proces, pra zoti Mediu ka 3 vjet, ishte shty prapa e seanca e në fundit. Pra, çfarë do ti monitorosh ti opozitës? Ti do monitorosh mazhorancën. Dhe mazhoranca deri në këtë moment ka treguar që nuk e ka problem fare, madje as ka frikë fare, dhe fakti që s'ka frikë, pse s'ka frikë? Kush e ka dhënë këtë garanci? Ecin se jam unë mbrapa, se është kryeministri. Dhe kryeministri që pasi ka lëshuar administratën. Po kryeministri nuk është Spaku. Pa zhurmë, nuk themi që kryeministri është Spaku, ne themi Spaku vëzhgoi kryeministrin. Për këtë punë, këtë kërkojmë ne. Se ne dimë se ç'është kryeministri. Kryeministri bën këtë që bën. Jo t'ia themi atyre që në underground ka lëshuar administratën për mbledhur votat, duke shkelur pavarësinë që duhet të ketë administrata, dhe nga ana tjetër del në rrjetet sociale dhe tërheq vëmendjen e publikut si prestigiator cirku dhe na servir disa shfaqje aty që aty nuk i hyn që janë gallat, zvendçon këto emisionet humoristike që janë këto kohë, janë pothuajse jashtë loje sepse i kanë zvendçuar politikanët. Dhe tani ta janë bërë kaq shumë të pandjeshëm ndaj reagimit të publikut, sa nuk u bëhet vonë. Boll, shikojnë vetëm sa views e ka, pra sa shikime atje brenda, i kërkojnë Rama kryesisht administratës që ta shpërndaj, sa më shumë që tjeta, e të bombardohen opinioni publik me këtë gjë. Kështu që, pra, 2 gjërat kryesore të cilën e kishim deri tani. Së pari, efekti në lista i strukturave të reja të drejtësisë nuk është ai që ne prisim, është fare minimal, dhe së dyti, të gjitha task forcat që u ngritën në bashkëpunim për të monitoruar fushatën zgjedhore deri tani ende nuk po japim rezultate konkrete. Administrata po bën të njëjtën gjë që ka bërë në Vimsi. Tani, pak javën që shkoi, ne ishim së bashku me të në studio dhe teksa mbyllëm këtë bisedë, mësuam që kemi një tjetër ekstradim të rëndësishëm në vendin tonë dhe bëhet fjalë për Lulzim Berisha. Ne kemi trajtuar dhe janë disa raste. Pyetja ime është, a kemi ne infrastrukturë, sepse po, kur them disa raste, emra që kemi përmendur, nivelet më të larta të rrezikshmërisë ose të paktën emra që realisht nuk është se kishim menduar më herët që mund të vini në Shqipëri. Burgjet tona ne e dim se çfarë niveli janë, nga pas dhe vrasje, e dim se si çfarë ka ndodhur në Tiranë, e dim çfarë ka ndodhur edhe në Peqin. Ideja është, kur këta po i ekstradojnë po veprojnë në këtë mënyrë, a kanë marrë ndonjë masë? E para një herë që të mos ndodhi një gjë, e dyta mos kemi larje hesapesh, e treta mos ta vijojnë aktivitetin nga burgu, se mund ndodh që edhe bota e krimit ndikon në zgjedhje, bën biznes nga qelit. S'është çudi kjo, ne e kemi hasur në raste të caktuara, në rastin konkret. Po a ka një fenomen këtu që duhet ishte shoqëruar? Jemi gati ne për kthimin, për pritjen e njerëzve me background gjërë, me një historik? Së pari, shteti shqiptar ka detyrimin që tu ofroj këtyre njerëz, pra nëse kushdo që ka hyrë dhe njerëz vetme në burg, ka lexuar atje, ka një të afishuar në mur dhe të drejtat e të dënuarit apo të paraburgosit, se ne kemi dhe një çudi që kemi 2/3 i kemi të padënuar akoma, i kemi të paraburgosur. Dhe ata kanë të drejtat e tyre. Dhe shteti shqiptar është i detyruar t'ia u garantojë të drejtat e tyre, edhe pse në rastin Velia ne po shohim se çfarë po ndodh atje brenda. Se ndonjëherë duhet një personazh i tillë për të na dhënë një dritë shikimi aty brenda tyre skutave, sepse ne zakonisht marrim vesh ato atje brenda ku ndodh një vrasje si ajo e Peqinit. Pra, ku ndodh një vrasje në burg sigurisë lart, atëherë aty dëshmohet që ka i problematik. Dhe ka i problematik goxha serioze. Kur ne pam kur Nerdin Dumani në kushtet e palestrës aty, duke si sigurisht në hotel me 5 yje. Dhe që aty komunikonte me jashtë, madje ndikonte dhe jashtë qelive të burgut, dhe kjo gjë ishte mundësuar nga autoritetet e shtetit ton, prandaj ishte mundësuar ai gjë. Ne pam që mbas ngjarjes që ndodhi, mbas vrasjes që ndodhi në Peqin dhe kontrolli që u bë atje të imësishëm, atje dolën ambiente të paimagjinueshme edhe për ata që janë të lirë. Pra aty kishte palestra, aty kishte kënde të veçanta, pra aty dukej sikur ata e kishin kthyer atë institucion në një institucion pra nga një kamp i vuajtjes dënimit në një kamp pushimi. Por keni parasysh edhe aty ka një botë tjetër. Edhe atje ndodh, pra është një botë tjetër e cila
autoritetet që drejtojnë burgun duhet ta kenë në nënvëzhgim, po duhet të kenë dhe informacion se ç'a ndodh brenda. Është edhe në të mirën e mbarvajtjes punës tyre. Pra, ata duhet të kenë informacion se ç'a ndodh atje brenda, përveç se kamerat që kanë vendosur cep në cep, por ata duhet të lexojnë dhe mendjen e atyre që kanë atje brenda, sepse kemi të bëjmë me njerëz të cilët janë edhe në kushtet e izolimit, plus edhe e kaluar atyre dhe ajo që përfaqësojnë, pra ti ke gati si eksponent të cilët në çdo moment që gjejnë dobësi mund ta cënojnë apo mund ta dëmtojnë sistemin. Në rastin konkret, nuk është se nuk pritej, pra thjesht kishte ngelur për procedurë, dije që Lulzim Berisha do të kthehej nga Spanja, pra do të ekstradohej dhe do të vinë në dispozicion të drejtësisë të një procesi të cilën ai ka të paktën 4 vite, që paktën 4 vite që është vendosur në hetim, ka qenë në Arati gjatë kësaj kohe, ka qenë më sa më në Gjermani, pastaj kaloi në Spanjë dhe aty u ndalua nga autoritetet spanjolle. Patjetër që ardhi aty në burg, ai është një person që ka kaluar një jetë gjatë, pra një kohë të gjatë të jetës tij në burgjet shqiptare, është njëri që e njeh shumë mirë sistemin, është njëri që ka të njohur atje brenda, patjetër që me këta duhet bëhet kujdes, patjetër që ne duhet jemi shumë kujdesshëm me administratën, me punonjësit e burgjeve, të cilët duhet të shikosh edhe si përzgjedh, po edhe si i trajton. Pra, si paguhen ata, si vlerësohen ata, cila është hierarkia aty brenda, sa të cënueshëm janë ata nga personazhet botës krimit, që një pjesë e mirë e tyre qarkullojnë sasi shumë të mëdha të ardhurash dhe kanë mundësi që të ushtrojnë presion apo që t'i korruptojnë në gjendjen që ne kemi sot burgjet. Pra në çdo vend të botës, siguria e një burgu nuk varet sa trasha janë muret, por sa të zgjuar dhe sa mirë i ke përzgjedhur dhe i paguan ti gardianët. Pra, burgu nuk e ruajnë muret, e ruajnë gardianët. Dhe në qoftë se ti gardianët i trajton një lloj si muret, atëherë ti mund të rrezikosh në çdo moment dhe mund të ndodhë një ngjarje si ajo që ndodhi për shembull në burgun e Drenovës. Pra të kesh një arratisje masive. Gjithsesi, rikthimi në burgjet shqiptare tashmë i një kaste personazhe shumë të njohur, me shumë ndikim në territor, që kanë drejtuar struktura për një kohë shumë të gjatë të botës së nëndeshme, do të thotë që duhet ta shtosh vigjilencën. Tani, vim tek edhe një herë këtë pjesën e ekstradimeve. Lulzim Berisha duhet të shtohet një procesi. Dhe tashmë është në dispozicion të hetimeve dhe të gjykimit. Sepse ka ardhur dhe është vënë në pritje të gjykimit dhe të hetimit që kryhet nga SPAK-u. Por ne kemi një seri tjetër ekstradimesh që presim të ndodhen. Një pjesë e tyre, kryesisht ata që jetojnë në Dubai. Ne mbajmë mend tentativat që bëri atë kohë ish ministri i Brendshëm, Taulan Balla, i cili shkoi disa herësh në Dubai për të mundësuar ekstradimin nga Dubai, por ekstradimi nga Emirati i Dubait është shumë i vështirë sepse është një problem global tashmë, nuk është vetëm për shqiptarët. Nga informacionet e fundit që diun, 2 persona që kanë qenë ndaluar nga autoritetet e Dubait për shkak se Interpoli ka aktivizuar kërkimin e tyre, për shkak të çështjeve që ka SPAK-u në Shqipëri, të 2 ata persona aty janë liruar, bëhet fjalë për Edison Reçin nga Mirdita, i cili u ndalua mbaj 60 ditë dhe është lënë i lirë në Dubai dhe ndodhet aty me gjithë familjen. E njëjta gjë ka ndodhur edhe mos gaboj me Indrit Doklen, i cili po ashtu është mbajtur nga autoritetet për 60 ditë në zbatim të një urdhër kërkimi ndërkombëtar të çuar nëpërmjet Interpolit dhe është i lirë. Pra, i vetmi që ende vazhdon të jetë në qelit e burgut në Dubai është Durim Bami, pra që e ka kaluar thashtë momentin 60 ditor, por është një çështje që do ta shohim në vijim. Pjesa tjetër pastaj janë persona që kanë çështje konkrete në Emiratet e Bashkuara. Pra, jo s'ka shqiptar të tjerë aty, por ata janë për çështje që i kanë vetë Emiratet, nuk kanë të bëjnë me ekstradimin apo me kërkesat për ekstradim nëpërmjet Interpolit. Dhe ne këtu do të jemi përgatitur në çdo moment që ty do të vinë, se ne po shohim, qeveria jon ka bërë dhe diçka tjetër, në fakt. Nuk e di, për të përfituar politikistë, nuk e kuptoj për çfarë e bën kryeministri jon, shkoi 12 vjet aty, ka nënshkruar disa marrëveshje të çuditshme. Për shembull, ka bërë marrëveshje që të marrin të gjithë të dënuarit shqiptar që janë në burgjet britanike. Sepse britanikët janë
zgjuar nuk duan, mbasi i kanë dënuar, nuk duan të harxojnë për t'i mbajtur ata. I quajnë si një bombë sociale, kosto, për qytetarët e tyre, për taksapaguesit e tyre. Dhe i thonë Shqipërisë merri mbajtje. Pra ata në shtetet shqiptar, kanë ikur në Shqipëria, janë dënuar në Britani, dhe ne duhet t'i mbajmë këtu në vuajtje të dënimeve që kanë marrë në Britani. Se ato dënime nuk rigjikohen në Shqipëri. Dhe numri që ne kemi në Britani sot është një numër shumë i madh. Nëse ne do vazhdojmë dhe Britania ka filluar dhe po sjell vazhdimisht, pra ne nuk ja dalim dot me kapacitetet që kemi sot, dhe me numrin e madh të dënuarve që kemi në Greqi, në Itali, në Britani, kemi një numër, në Greqi është parafërsisht numri 60% të dënuarve që kemi këtu, numër në total. Në Itali, po ashtu, është diku te 40% të dënuarve që kemi këtu. Llogaritsa kemi në pjesën tjetër. Pra, aktualisht shqiptarët për numër popullsie kanë nivelin më të lartë të personave të burgosur dhe të dënuar, brenda apo jashtë vendit. Dhe autoritetet tona i bjen shkurt, i thonë atyre, shiko, çfarë na ofroni juve nëse ne marrim përsipër që t'i riadhesojmë ata dhe t'i mbajmë në burgjet tona. Tani u kam parë raste edhe si Kosovës që ka ardhur Danimarka atje, ka thënë ne u japim kaq para, ne duam që të ndërtojmë një burg këtu te ju dhe të dënuarit jo shtetas të Danimarkës, pra ekstra komunitar, ta vojnë dënimin në Kosovë, pra shisa larg nga Danimarka, në Skandinavia, e Kosova e ka marrë përsipër këtë gjë. Por ne nuk mund të kthehemi se tani ne po mbajmë këtu mujahidinët, po morëm ujgurët, po mbajmë afganët. Kemi ta që vinë emigrantët që vinë deri Italisë, po tani kemi kaluar në një nivel tjetër. Italia thot, po sikur të sjellim të dënuarët emigrantët që kemi ne, dhe emigrantët e rrezikshëm, na i sillim ne se jemi vend i sigurt fort, ne, dhe ne të mbajmë, të garantojmë siguri maksimale. Pra, ky vend. Ti mendon se patjetërsojnë atë marrëveshjen? Ky vend patjetër, ky vend. Me Italinë, me Melonin, Rama Melonin? Shiko, Rama po shfrytëzon të përfitojë sa të mundet politikisht nga marrëveshja. Dhe po i bën çka kërkon Meloni. Problemi jonë është, ore ne jemi një vend që kemi prioritet turizmin. Tani do ta kthejmë vendin në kështu në gulage, të vegjël, të çojmë dhe turistë. Tu mbajmë afrikanët, tu mbajmë afganët, tu kemi çu mujahidinët. Çaj mi duke bërë, sepse edhe kjo duhet të ketë një strategji vendi se çfarë po bën. Nëse ankohemi nga krau tjetër që nuk kemi standarde të drejtësisë penale, nuk kemi një politikë penale e cila të favorizojë taksapaguesit shqiptar, në kuptim, që të mos i mbash njerëzit në paraburgim, ndërkohë që paguhen nga xhepat e taksapaguesve. Pra, në koncept kjo gjë duhet riparë edhe një herë dhe nuk duhet lënë në dorën e një personi i cili i intereson vetëm çfarë përfiton politikisht dhe nuk do të di çfarë ndodh mbrapa. Pra vetëm i marrim ata dhe i sjellim. Ja i sollëm ne. Do t'i vendosim këta të Anglisë, këta të Greqisë, se kemi marrë nga Greqia, këta të Turqisë, këta të Italisë, dhe çfarë bëhet atje brenda? Çfarë bëhet? Shiko, ata nuk janë profesor, doktor. Se kemi dhe një hall tjetër, ne po punësojmë nga India, nga vende të ndryshme që gjysma e shohim në Shqipërinë si trampolinë. Do të thënë vinë gjasme me këto. Ky është problem tjetër. Po pra, po shiko se sa shumë flukse janë, që po t'i bësh të gjitha bashkë. Unë po të flas për këta që janë diabolik, që u punon mendja vetëm përdor një shprehje të njërit nga burgosët më të famshëm që është tashmë aty dhe ju bëj kohë gjatë, pastaj nga më të gjatët që qëndron në burg të gazment të Gaxhaj. Gaxhaj thotë detyra ime është arratisem, detyra juaj është marruani. Pra, këta që janë aty, nuk janë nga këta të dritave që varin veten në qeli, që i fusin brenda, ne, dhe ai shkreti i shembet çatia mbi kokë. Këta të tjerët janë të rregjur me vaj me uthull. Dhe këta janë të aftë, në çdo moment thash që të gjejnë pikat e dobta të sistemit dhe ta cënojnë sistemin. Dhe ne nuk mund të trajtojmë ata si të dënuar të thjeshtë. Pra, duhet ta shohim edhe këtë gjë, sepse do më kujtosh çdo fjalë që po them kur të ndodhi çudia atje brenda. Larg qoftë jo me pasojë të rënda. Nuk e di pse unë kam si ndjesi këtë, mund të jetë gabuar, e pres ndoshta duke analizuar kronologjinë e gjithë ngjarjeve dhe background-in që kanë secili prej tyre. Këta që bëre ti sa ndikojnë ata jashtë për vota është gjë më e vogël. Problemi më i madh është se në fund fundi ata që janë sot në burgje, pjesa dërmuese e tyre kanë qenë njerëz që i dhan mandatin e tretë kësaj qeverie që sot në pushtet. Do të jemi koshient për këtë, s'mund ta fshehim. I dhan mandatin e tretë. Një mandat këtu, dy mandate atje, me këto mandate erdhi ky. Ke dëgjuar këtë radhë për zgjedhjet? Kush është përmendur tani? Ke parasysh? Është përmendur vetëm një grup në Elbasan dhe ajo në mbështetje të opozitës, nuk ishte as mbështetje të mazhorantës ai grupi Elbasanit. Pra që janë të dënuar në burg.
ta mbyll këtë pjesë, pra ne duhet kemi një strategji tashmë të hartuar qartë se çfarë do bëjmë dhe të mos jemi në këto kushte në të cilat ndodhim. Thash, jemi në kushte që po na vijnë të dënuar të niveli shumë të lartë, të rrezikshmërie shumë të lartë, dhe ndërkohë ne kemi problematikë të madhe se në çdo 3 sot të burgosur, 2 janë të padënuar, janë në hetim. Pra nuk kemi as politikë penale për qytetarët e thjeshtë dhe as një strategji për të mbajtur nivelin e lartë. Dua të trajtoj një çështje tjetër, sepse herën e fundit për çështjet minutave ne së bashku nuk patëm mundësi që të rezolvojmë problemin e kultivimit të kanabisit në vend me miratimin e hartës të kultivimit për kanabisin tjetër, që është kanabisi mjekësor dhe që tashmë është i legalizuar. Shto këtu dhe faktin që jemi në fushat, de facto, jemi në vit zgjedhor, çështje ditësh dhe do të kemi dhe zgjedhjet, nga ana tjetër kemi parë që sezoni është i tillë i kultivimit, ka pasur disa operacione së fundmi. Nëse va përshkruan pak si është situata me këto komponent që kanë të bëjnë me situatën, me planet e policisë, me hartën për kanabisin mjekësor. Shko, në 2 dekadat e fundit, unë kam ndikur për shkak të punës në detaje çdo vit, se çfarë ka ndodhur me kultivimin e narkotikëve në Shqipëri, se si Shqipëria nga një vend që si njifte fare, madje në kohën e komunizmit, para vitit 90 kemi patur një nga 17 institutet bujqësore që kishte ky vend, ishte Instituti i Kërpit. Instituti i Kërpit, kanabisi është një nga familjet, një nga bimët e familjes së Kërpit. Dhe pra kemi pasur institut që studiohej në atë kohë, që merresh me kultivim, edhe pse ne dinim që ajo fara përdore për kanarinat dhe ajo gjethja apo boçej përdorej për qetësuese industri farmaceutike. Jo, jepnin edhe në fshatra. Po patjetër, ata kemi dëgjuar këtë histori. Ata ishin mjekë popullor, jo se kam dëgjuar, kam parë fare. E ke parë, se unë kam dëgjuar. Dhe pra, në atë kohë vlerësohej dhe ka qenë një institut konkret me agronom, me studius aty që merreshin me këtë kulturë. Çfarë na ndodhi mbrapa? Ne kaluam në një vend që nuk e njihnin fare narkotikët, u bëm prodhuesi kryesor brenda kontinentit evropian i kanabis. Pra, sepse furnitori kryesor vazhdon të jetë Maroku, por ne u bëm vendi prodhues brenda kontinentit. Dhe mbajtëm për gati 1 dekadë. Nuk e kemi më këtë vend, pra nuk kemi më, sepse tani prodhohet brenda BE-s, më jo më brenda kontinentit, por brenda BE-s. Ne tani kemi eksportuar, nuk çojmë më në masë të madhe, si të shonim dikur kanabis edhe të paketuar, ambalazhuar, çokoladë dhe vaj, kanabisi, por tani ne kemi çuar fuqinë punëtore. Po të zbresësh në jug, ty të mungojnë edhe kultivuesi për narkotrafikantët, por edhe punonjësit, edhe punëtorët, të cilët tashmë i kanë çuar dhe kultivojnë në vendet e BE-s. Pse? Sepse atje kushton më lirë, dhe shumë interesante kjo, dhe është një pjesë e mirë e njerëzve që kanë ikur e të rinjve, sa mos në zonat në jug tashmë, i gjejnë për aeroportet e Spanjës. Punojnë me turne, pra janë me 3 muaj, nuk shkelin as 90 ditësin e vizës, ikën njëri grup, vjen grupi tjetër. Policia spanjolle ka kapur me 10 dhe me qindra raste, por që tashmë gjitha gjë ka ndodhur në Greqi, dhe njëjtën gjë ne kemi parë kemi çuar në Itali, pra ne kemi eksportuar tashmë fuqi punëtore, flas për kanabisin që kultivohet në kushte natyrore, jo të mbyllurin, që kultivohet në Angli, në Belgjik dhe në këto vende të tjera. Po flas për këtë të natyrorin. Dhe kemi eksportuar fuqi punëtore tashmë, specialistë, nuk kemi çuar më thjesht kanabis. Çfarë është vënë në re? Në vitet zgjedhore dhe në vitin para zgjedhor fillon toleranca, po sidomos në vitin zgjedhor, për shkak të sepse ne i zhvillojmë zgjedhjet në stinën e kultivimit të kanabis. Kemi bërë vetëm një lëvizje nga qershori, i kemi sjell në maj. Zgjedhjet e fundit i çuam dhe në prill, e që 25 prill mos gaboj. Pra, e kemi çuar zgjedhjet në Shqipëri janë fiks në përputhje, në mbivendosje me stinën e kultivimit të kanabis. Dhe për shkak të detyrave të tjera që merr policia e shtetit për mbarvajtjen e zgjedhjeve, për parandalimin e problematikave që janë në zgjedhje, për situatën kriminale, sepse ja kërkon me insistim qeveria, të ketë një situatë të ulët kriminale që të mos ndikojë në procesin zgjedhor, atëherë policia është e detyruar që të ulë vigjilencën në detyrat e tjera të saj. Pra, në këtë momente nuk e ka mundësinë
që të bëj të njëjtën gjë që bën çdo vit për monitorimin e territorit, sepse ka marrë detyra shtesë. Pra detyra të cilat kanë të bëjnë me objektiva shumë të rëndësishëm, sepse kanabisi vazhdon mos quhet një objektiv prioritar? Nuk është më prioritar, sepse tashmë edhe kemi legalizuar atë kanabisin tjetër. Dhe në këto kushte, çfarë ndodh? Kultivimi i kanabisit është i varur së pari nga çmimi në treg, dhe çmimi vazhdon të jetë joshës, sepse ne kemi një treg vendas tashmë. Sa? Dhe do të bëjmë dhe atë, do të sjellë një panoramë të qartë sa është ajo. Sa çmimi sepse se tha një nga kolegët tanë që edhe 12 vjeçarët po blejnë e po përdorin kanabis. Është tjetër gjë përdorimin, po them çmimin. Tani. Që shitet këtu. Tani, çfarë ka ndodhur? Për një kohë të gjatë ne ishim thjesht vend prodhues. Dhe kishim një treg minor të brendshëm, pa përfitshëm. Por duke u kthyer në një vend që e kthyem kultivimin e kanabisit në bujqësinë kryesore të vendit, ne krijuam tregun e brendshëm. Pra të gjithë ato që u morën me kultivimin e kanabisit, përveç të tjerë u kthyen në përdorues. Dhe duke qenë përdorues, ata po përdorues dhe rritjen e tyre shoqëror. Dhe duke dashur të rritin fitimet, celulat e shpërndarjes në pakisë të kanabisit, që veprojnë në qytetet e Shqipërisë, filluan të shijojnë rritjen e të ardhurave nga ky biznes. Dhe çfarë bën? Ata filluan të zgjerojnë tregun. Zgjerimi i tregut si u bë? Duke ulur pragun e moshës që e konsumonte kanabisi. Pra, sot kanabisi nuk është problem në gjimnaze. Sot kanabisi është problem në shkollat 9-vjeçare. Po tani e vërtet është këta se unë se besoj do. Kthyer, po kjo është kaq e vërtet, se unë që s'kam pirë kurrë në jetën time duhan, por që dalloj kanabisin. Shiko, është shumë të rënditse për një shoqëri si ajo na thotë që 9-vjeçare përdorin kanabis. Shiko, kur lëviz në rrugët e New Yorkut, kam të fresta tani, e dalloj kanabisin qartësisht. Kur lëviz në Kolumbi, në Bogota, po në Kolumbi lejohet të kesh me vete deri 28 gram. 28 gram është sasi e madhe. Pra më shumë atje konsumonin kanabis se sa konsumonin duhan. Ishte në kulturën e tyre. Ne nuk e kemi patur këtë gjë. Fakti që ne kemi ulur pragun e kultivuesve dhe mjafton të shkoni te toksikologjia. Dhe ne nuk kemi marrë as masën, ne duhet kemi një spital më vete vetëm për këtë gjë. Sepse është rritur kaq shumë numri i përdoruesve të narkotikëve, sa nuk e përballon dot më vetëm një pavion i thjesht që është te spitalet tona, te toksikologjia. Dhe nëse shkoni për shkak të një këta fëmijë, se këta si janë fëmijë. Për fëmijët po flas. Për fakt sa e blejnë, ku i gjejnë paratë, sa blihet ky kanabis, o shitet shumë lirë ose ka mundësi. Për shkak se më është dashur të jem edhe të familjarëve të mi, të jem në spital se mos tek urgjenca tek në Tereza, dhe të qëndroj një 12 orësh atje gjatë natës. E di si ishte urgjenca, se mos ditë fundjave, ishin vetëm mosha të reja, të cilët vinin aty o për shkak të konsumit të narkotikëve, të cilët shoqërohen dhe me alkoolin bashkë. Dhe aty ishte më vetë, pra mjekët e shkretë dinin se çfarë hishin me këtë. Dhe ata nuk mund t'i çosh në të njëjtin vend që ti çon dhe qytetarët e thjeshtë. Sepse në gjithë botën si praktik, du ta kesh më vete, pra du t'ish i përgatitur dhe si të trajtosh. Sepse ne tashmë jemi para faktit, thash, duke lejuar kultivimin e kanabisit, ne lejuam përdorimin e tij. Përdorimi i tij u masivizua, krijuam treg të brendshëm dhe sot ne kemi çuar te fëmijët. Kanabisi, edhe kjo pjesa që e legalizuam kanabisin mjekësor, duke sikur praktikisht ne de jure kemi legalizuar dhe kanabisin tjetër. Pra, strategjia që përdori kryeministri për të lejuar, për të motivuar legalizimin e kanabisit mjekësor, ishte pikërisht për të minimizuar kultivimin e kanabisit, kanabis indika e ka e ti, pra për të kanabisit që përdoren zakonisht nga përdoruesit e ti. Por ne sot kemi një problematik në madhe. Së pari, numri i përdoruesve në vend është rritur nëpër masa të frikshme. Ne nuk prodhojmë statistika për këtë për ta mbajtur të fshehur sistemin. Numri, mosha e përdoruesve ka shkuar në kushte ekstreme dhe për të kuptuar këtë, bëni një xhiro nëpër lagjet apo blloqet e pallateve të Tiranës, se do ta nuhasni lehtësisht përdorimin e kanabisit. Te kam vërejtur. Gjatë ditës, jo natës. Pra është hapur masivisht dhe shitet te dera e shkollës, te dera e shkollës, sepse këta janë e ardhmja e trafikantëve. Këta janë klientela e re. Ky është tregu i ri,
që po vjen për ta. Ata bëjnë marketing në fillim, ja ofrojnë dhe falas në disa festa që gjejnë për ato moshat sidomos për klasat e 7-a, 8-a dhe 9-a. Aty ja ofrojnë falas, derisa ata pastaj kthehen për dorë. Dhe pjesa tjetër, ti bëre pyetje ku gjejnë lekët ata. Po pra sa shitet motan. Tani një fëmijë në klasë të 7, klasë 8 të 9, se kjo mua më shqetëson, mos them që më revolton. Ku mund ta blej kanabisin? Jo, ku mund ta blej bletë deri në shkollë ose po ka fare kollaj. Po pra një projekt që s'do t'i kishin më aty, patrullime shkolla, çfarë do bënin ata? Atje që shiten, për atje ke më kollaj të gjesh kanabis e molto. Iku kjo, e merr kanë aty, marrin një çetë pse është fatale kjo. Sa kushton një dozë ose si është kjo puna historisë? Ti pyete ku i gjejnë lekët. Ja u marrin familjeve tyre. Po. Dhe në rastin kur ata kalojnë dhe bëhen të varur, fillojnë dhe i hynë rrugës krimit. Se një familje me të ardhura mesatare, maksimum 5.000 lekë në ditë të vjetra mund t'i jap fëmijës. Ka që duhet ati, 5.000 lekë duhet. Po pra, na tregos sa shite që ta kuptojmë. Po 5.000 lekë. Se dëgjojnë ato prindit atje. 5.000 lekë. Me 5.000 lekë ti blen kanabis. Po, ta sillin 5.000 lekë, e merr dozën atje dhe 5.000 lekë. 5.000 lekë vjetra. Ai duke ditur që ti një dozë plot bën 10.000 lekë, kur ti nuk i ke 10.000 lekë, edhe ai ta hollon çka ti brenda ta jep 5.000. Na ta rregullon se është kështu. Po tjetër pse është produkt, është produkt tregu edhe pse është në shitë mënyrë të palishme. Pra ti pyetje, ku e gjejnë te dera shkollës? Skandal. Në rregull, ku i gjejnë lekët? Jo marrim shtëpive tyre. Sa raste ke që familjarët kanë denoncuar, prindit kanë denoncuar fëmijët se kanë ndodhur kjo gjë. Sa raste ke që fëmijët kanë sulmuar dhe kanë agresuar prindit e tyre sepse nuk u kanë dhënë para të blenë narkotik. Pra, ne sot, përveç se thash kryejmë në tregun e brendshëm, do ta mbyllim me këtë pjesën e kësaj kanabisit, ne mburremi sot që kemi një fluks të madh turistësh. Dhe ka një propagandë mediatike në gjithë botën që në Shqipëri kanabisi është sheshi. Dhe ata vinë një pjesë e tyre, që janë mosha të reja, dhe janë turistë, nuk janë turistë në këta elit, janë turistë edhe ata low cost. Dhe ata vinë për ta shijuar këtë gjë. Dikur më e mend, dikur, nuk ka shumë larg. Po turistët të paguanin vetëm që të futeshin në këtë planacion, vetëm të bënin një foto se ai filmi i famshëm me DiCaprio, ose të udhtonin në ato zona. Ta shikonin në sy të lirë si aplikoi diçka që kishin parë në vitrinë në Amsterdam. Pa kishin parë në Amsterdam në kushte në shitjet e vitrinës janë bukura, se shkuj i kanë parë, ato është shumë interesante, por kur hyn tek ajo parcela me 10.000 rrajë aty, pastaj ajo është një mbresë e paharrueshme për këta që janë përdorues. Dhe duke krijuar gjithë treg të brendshëm, ne sot ndodhemi para një rreziku shumë të madh, i cili nuk mund të përballohet me operacionet e tipit tempulli, që ne godasim shpërndarësit e vegjël, sepse na u tha që po goditet trafikimi në dyert e shkollave. Po pra. Çfarë kryen me tempullin? Në mos janë një të burgosur sot? Po. Në për burgje, tempulli krijuam një market ku njerëzit e korruptuar të sistemit drejtësisë të fitojnë para. Ta që janë futur për shkak të operacionit tempulli, që një pjesë e tyre thash kanë qenë përdorues, kanë paguar shumë nga 10-15.000 euro për të fituar lirinë. Pra, ata kanë përfunduar aty, thjesht në klient të korruptuarve të sistemit drejtësisë, duke filluar që tek momenti që janë arrestuar, pra, polici, prokurori, gjykat, avokat. Dhe ata që se janë dhe mosha të reja, të hynë, familjet e tyre, hynë, marrin borxh, paguajnë vetëm e vetëm që të shpëtojnë nga ty, dhe sa marrin lirin nga ty, ikin për mbej, kemi bërë gati në ata, për të shkuar në një treg më të madh. Dhe gjatë operacionit tempulli është fakt që u goditën shumë rrjete shpërndarësish, po thonë në gjithë vendit, dhe ne pam për masat që kishte marrë shpërndarja e narkotikëve në të gjithë vendit, në zonat më të humbura të Shqipërisë, ti gjeje lëndë narkotike dhe kishe shpërndarës. Por çfarë bëm? Ne thjesht ndërruam rrjetin e shpërndarësve në treg. Nuk goditëm kokën. Pra ata që furnizojnë furnitorët e mëdhej. Ata shpëtuan dhe rekrutuan të tjerë njerëz. Ata furnitorët. Mbushën burgje dhe rekrutuan njerëz. Furnitorët për sa kohë nuk kapen vetë dhe nuk goditen, ata vazhdojnë që të krijojnë antarë të rinj, vazhdojnë të krijojnë rrjet të ri, i cili godet të ardhmen e rinisë shqiptare. Pjesa pastaj e kryeministrit dhe i qeverisë që në këtë moment në prag të fushatës bën legalizimin e kanabisit mjekësor, duke kaluar atë në një situatë që ne patëm 2 herë debat shumë të madh publik. Dhe publiku ishte kundër legalizimit kanabisit në këto momente, në këto kushte. Dhe papritme se qeveria e kaloi parlament, e kaloi dhe ka publikuar tashmë dhe hartën ku kultivohet kanabisi.
Tash me motivin që ne do të zhdukim kultivimin e kanabisit tjetër, ndërkohë që ne mund të bënim legalizimin. Bota ka bërë legalizimin e kanabisit, përfshirë Gjermani, një nga shtetet që është motori i ekonomisë në Bashkimin Evropian, e kanabisit rekreativ, se kështu quhet, rekreativ. Pra, ka bërë legalizimin e këtij kanabisit. Ne çfarë bëm? Ne nuk e legalizojmë atë, por kemi legalizuar kanabisin mjekësor. Kanabisi mjekësor është krejt në gjanë si bim, duket e njëjtë, por përqindja e narkotikut është fare minimale krahasuar me kanabisin rekreativ. Pra, jo që duan ata që përdorin në rrugë, është kanabisi rekreativ. Kanabisin mjekësor e duan ata që vuajnë nga smundjet. Një, e dyta, kemi publikuar hartën. Dhe harta është një mbivendosje e hartës që kanë bërë pilotët e Guardia di Finanzës italiane, që kanë monitoruar territorin. Ata që na monitoronin dikur dhe që i qellonin edhe me... I kemi qelluar, e monitorin dhe sot ata, jo dikur. Me nga ajri. Se nga maj vinë ata. Por, kjo hartë është vendosur pikërisht në këto zona, pra harta e ku do kultivohet kanabisi mjekësor, dhe thuhet që kjo do ndihmoj fshatarët që mos mbjellin më kanabisin rekreativ, po të hynë të ky mjekësori. Ndërkohë, kanabisi mjekësor e para nuk mbjellet nga fermer, edhe nga fshatarë thjesht. Mbjellet nga kompani të mëdha, dhe ka disa kushte. Duhet ketë një sasi të madhe parash, të hequr më njanë të merret me këtë, duhet ketë një kontroll shumë të fortë, të licencuar, dhe mundësisht të vi kompania farmaceutike që do ta marrë se ti ja prodhove, ku do ta shesësh. Po. Dhe ka ndodhur që... Dhe ka disa standarde, do ta shpjegoj se si ndodh dhe kjo. Dhe tjetra, ku do ti, pra, ti nuk e detyron dot një kompani e cila fiton një licencë të tillë, që ta zëm, ajo do të shkoj do të kultivoj në Lazarat. Ti se detyron do të atë të marri punëtor nga Lazarati. Ajo do të marri punëtor ku do ajo. Që është e drejtë e saj. Pra nuk e detyron do që ti do kultivosh në Lazarat dhe do marrësh punëtor nga Lazarati. Është tjetër gjë. Tani, ku është parë që kjo strategji ka patur probleme? E kemi Maqedoninë fëmijë. Maqedonia lejoi kultivimin e kanabisit mjekësor dhe në 11 licencat e para 7 ishin shqiptarë të Republikës Shqipërisë. Që shkuan atje, morën dhe punëtorët me vete nga Shqipëria. Po çfarë ndodhi? Në fund, lejen për të tregtuar e kishte vetëm një kompani sepse ai kishte laborator. Dhe përqindja e vajit, se vaji tregtoi, do të ishte 94% e pastë. Të tjerët nuk e prodhonin dot kaq. Dhe u ngeli stok. Boçja që u prodhua ngeli stok. Dhe çfarë bën ata? Ata dilën me humbi, duaj minimumit kishte $1 milion. Po gjetën treg tjetër. Ata e shitën si kanabisin rekreativ dhe e shpërndan këtë, pra e futën në tregun ilegal. Dhe Maqedonia pa pritmazi, duke mos qenë një vend problematik, për shkak të industrisë kanabisit mjekësor, që dështoi, atëherë u kthyen në një vend prodhues i kanabisit rekreativ. U detyrua kuvendi i Maqedonisë të ndryshojë ligjin dhe ta bëj ndërkohë të lejushme edhe tregtimin e boçës së kanabisit mjekësor, në mënyrë që të azgjesonte stokun që aty kishte mbetur nëpër magazina. Tani, ne do ta shohim se do të shkojnë në Shqipëri, po thashë një herë, kjo gjë nuk na zgjidh problemin që kemi ne me fenomenin e kanabisit rekreativ dhe me tregun e madh të brendshëm që kemi krijuar dhe me faktin që kemi çuar ato te shkollat 9 vjeçare. Pra, në vetvete, legalizimi i kanabisit mjekësor është thjesht një mundësi fitimi për ata për bizneset, por nuk na zgjidh themelin, problemin themelor që kemi ne. Pra, së pari, nuk na zbut varfërinë në zonat ku kultivohet kanabisi rekreativ, së dyti, nuk na i çon ata punëtor që mbajnë familjet me bukë nga kultivimi i kanabisit rekreativ tek kanabisi mjekësor, dhe pjesa tjetër është, thuhet që do kenë të ardhmë, ne do ta shohim. Por unë po them që në çdo cep të qytetit që ti lëviz, ditën apo natën, ti e ndjen nerën e kanabisit. Pse bën kur ne kemi modelet e dështuara? Pse bën? Janë interesa të tjera, lobingje të forta, ose kush, ne e dim kush do të jetë kompania që ka fituar të drejtën? Do jenë disa kompani për ta bërë, por në rastin konkret, kjo në treg, në territor, legalizimi i kanabisit mjekësor është të marrë si një leje për të legalizuar kanabisin rekreativ.
Dhe ne do të shohim çfarë do ndodhë, se policia thashë është e zgjedhjet. Italianët nuk kanë ardhur akoma nga maj vinë ata, me helikopter kanë sill vitet e fundit, se helikopteri fluturon më ngadalë dhe ka mundësi të pozicionohet më mirë se sa avioni që vetëm thjesht skanon. Pra, është marrë dhe në këtë kontekst dhe qeveria përfiton nga kjo. Mbani mend kur u tha për herë të parë që të legalizohet, si u mbush Shqipëria? Pra, gjithmonë ne kemi patur shtim të sipërfaqeve të kultivuara në vitet zgjedhore, ose në vitin para zgjedhor, që përkohë me rezultatin dhe di çfarë kanë vërejtur tjetër gjatë tyre 2 dekadave. Që çuditërisht, në zonat ku kultivohet sasia më e madhe kanabisit në vend, gjithmonë fiton mazhoranca që është në pushtet. Nuk fiton opozita. Pra, kjo përputhje të dëshmon qartë pse bëhen këto veprime. Pra, në zonat ku kultivohet më shumë kanabis, fiton qeveria, nuk fiton opozita. Tani, pse fiton qeveria? Çfarë thjesht, sepse qeveria ka policinë dhe policia kontrollon territorin. Dhe kur policia shkel një sy aty poshtë, më them që futet në bashkëpunim, siç na ka ndodhur, atëherë ne kemi një lulëzim të tregut të kanabisit në vend. Edhe pse unë mendoj edhe në këtë moment që më shumë se sa legalizimin e kanabisit mjekësor, ne do të ishim marrë dhe do të gjeni mundësinë e legalizimit të kanabisit rekreativ. Ndoshta do të mbetet kjo për të parë sërish, sepse kështu siç e përshkruan ti tani duket frikshme dhe... Jo, pse është e frikshme, ti nëse del në qytet dhe nuhat e ke fare thjesht. Ajo gjëja që ti po nuhat nuk është puro. Jo. Nuk është puro kubaneze, që ne dim se kush pi puro kubaneze, dhe çfarë niveli është, se sa e ka kostën ajo, por është kanabisi që është prodhuar lart e poshtë edhe po e pin kalamaq tan. Dhe kjo është dëmi që ne nuk po i shkaktojmë sot vendit. Ne po i shkaktojmë ardhmërisë të këtij vendi. Faleminderit. Faleminderit.